Vetëm 3 minuta kohë. Historia që do t'ju tregoj tani është vërtet rrënjellëse. Është mallëngjyese dhe jam I bindur që do t'ju prek thellë. Ndaj do dëshiroja që pasi ta keni dëgjuar, në fund mos lini një koment të thjeshtë, por do t'ju lutesha të thelloheni. Dhe pasi ta keni dëgjuar deri në fund, mirë, do të dëshiroja një mendimin tuaj. Kush është rastisht, le t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju faleminderit që jemi bashkë. Një vajzë 30 vjeçare, Emily Lahey, nga Australia, ndjej keq. Nuk e kishte idenë se çfarë kishte. Nuk kishte bërë asnjë check-up, por u shkoi, zbuloi që kishte një kancer. Po. Dhe ajo që bëri kjo vajzë është vërtet unike në botë. Dhe po mallëngjen shumë njerëz, sepse do t'ju them pse përse. Emily ka vënë në asta, ka vënë kohën e saj, pra vetëm 3 minuta të kohës së saj, dhe 3 minuta kushdo. Me çfarë do lloj shifre, ai merr pjesë në diskutimin e saj. 3 minuta kohë, 3 minuta. Nëse ju sot do t'ju thoshin që nuk keni më kohë, ju çfarë do bënit? Si do silleshit? Ku do të shkonit? Kë do takonit? Çfarë do të bënit? Jeta është shumë e shkurtër. Jeta ka surpriza dhe askush nuk e di se çfarë mund të na rezervojë jeta. Dhe Emily mendonte që mund të jetonte deri në 80 vjeç, ndoshta deri në 90. Dhe kështu thoshte në një intervistë, por nuk e dinte, nuk e kishte parashikuar këtë që mund edhe të frenoi jeta e saj në një moment të shkurtër. Pasi ajo zbuloi që kishte një kancer, I dhanë shumë pak javë, një kohë të shkurtër, I thanë jo më shumë se 6 muaj. Mirë, po ajo nuk ndali. Nuk u ndal dhe hodhi në asta, siç u thash, kohën e saj. Dhe të gjithë ata që marrin pjesë dhe dëgjojnë historinë e saj, të gjithë qajnë. Që të gjithë marrin kohën e duhur për 3 minuta, edhe pash një intervistë një zotërie, që rreth 60 vjeç, që në një intervistë tha, isha përgatitur që mos t'i qaja, por ajo grua më bëri që të qaj. Pse e them këtë? Sepse secili nga ne ka probleme. Problemet janë të pafundme. Nuk e keni idenë sa probleme ka atje jashtë. Secili ka probleme, kush më shumë dhe kush më pak. Normal që nëse ti problemet I merr me entuziazëm, pra I përball me entuziazëm, s'ka asnjë problem, sepse problemet kalojnë. Por nëse ti problemet nuk I përballon dot, është si puna e atyre ilaçeve placebo që kemi folur. Ilaçet placebo janë asgjë, janë ujë me sheqer. Mirë po, disa të moshuar njerë sepse lindën në Amerikën Latine, si ilaçe, disa profesor, psikolog, menduan që, sepse I thoshin në një psikiatri, I thoshin pleqt, na jep ilaçe, I thoshin mjekëve. Dhe mjekët thoshin, jo, se s'ke nevojë për ilaçe, do njërit. Këta insistonin dhe çfarë bën? U dhan ujë me sheqer, përgatitur ujë me sheqer dhe ai quhet placebo. Pra, nga I moment u dhan këto ilaçe disa pleqve që janë të bindur që me anë të ilaçeve shërohen. Bile ka me qindra, kemi edhe pleqtan që thonë pse nuk më dha ilaçe mua ai doktori. Kam edhe në nënën time, nuk e di edhe ju, ndoshta, kur shkojnë te doktori pse nuk më dha ilaçe. Shpesh I them, o nën, ilaçet nuk jepen me vend e pa vend, sepse ato kanë efekte kolaterale. Pra, e njëjta gjë ndodh edhe me këtë, që njeriu është mësuar me këtë. Pra, është mësuar që ai të ketë të marrë diçka, të marrë ose të jap një shkak asaj që po bën. Për shembull, qoftë një pune, qoftë një sëmundjeje, qoftë çfarë do lloj gjëje. Pra, në jetën tonë, nëse I vini re, ka një pafundësi problemesh. Pafund. Thash, e përsëris, kush më shumë dhe kush më pak.
Mi po, si që thash, disa kanë nevoj edhe për ato ilacet, placebo, ose për një forum, si mund të quhet, mbështetjeje që mund t'japi dikush. Dhe mund t'japësh në shumë mënyra. Por gjëja më e rëndësishme është që nëse njeriu kupton që gjendet në një kontekst sepse nuk jetojmë vetëm, ky është sensi i gjithës. Nëse ne do të jetonim vetëm, nëse ju do të jetonin vetëm në një fshat, në një qytet, për shembull në mal, si do të ishte jeta? Nuk mund të jetohet vetëm. Jemi të detyruar që të jetojmë në bashkësi. Mirë po, bashkësia pikërisht duke qenë bashkë krijon probleme sepse ka trysni të forta. Unë shty tjetrin, tjetri shtyr mua sepse unë dua të dal i pari, tjetri do të dal i pari. Një kërkon që të marrë një punë, një tjetër po edhe ai kërkon të marrë një punë, pra të njëjtën punë, e kështu me radhë, dhe ka trysni. Dhe trysnit e forta, sa më shumë e cëtë përpara, dhe aq më shumë trysnit forta ka. Dhe po thoshja që kjo grua, sepse është grua, 32 vjeçe tashmë, Emily, bëri atë që s'kishte bërë kush. Pra, përballet me njerëzit që janë mirë. Dhe ti shkon tek ajo, ulesh, dëgjon historinë e saj, ose ti flet me të dhe ajo të dëgjon teksa ti flet. Por ke vetëm 3 minuta kohë. Mirë po, në ato 3 minuta ti kupton rëndësinë e jetës. E përsëris edhe një herë. Në 3 minuta ti kupton rëndësinë e jetës. Sa e rëndësishme është jeta. Sepse çdo aksion i ynë, çdo gjë që ne bëjmë, çdo gjë që ne prekim, është te jetë e rëndësishme. Dhe një pjesë e njerëzve e harrojnë. Në fakt, shumë njerëz humbasin një pjesë të madhe të jetës së tyre vetëm kot, duke ndetur, duke lozur nëpër telefon apo duke ndetur nëpër bara apo ku ta di unë, dhe pa i dhënë rëndësi gjërave. Njerëzve që keni afër, fëmijëve, gruas, burrit, të dashurit, të dashurës, kushërinjve, shokëve, miqve. Pra, nëse shoqeve, nëse nuk japim rëndësi këtyre gjërave, atëherë është e kotë që ne kemi ekzistuar, sepse siç u thash më përpara, ne kemi lindur për të jetuar në bashkësi. Nuk mund të jetojmë dot vetëm. Pra, në radhë të parë ne shkëputemi nga shoqëria dhe fillojmë të kemi ne probleme, jo shoqëria. Ne që po shkëputemi. Dhe e dyta, ne kemi probleme në vetvete sepse nëse do të gjë nesër, ti përveç se do t'jesh vetëm, sepse s'ke njeri nëse ti mundave, por jetën nuk e shijove. Kështu që ato 3 minuta që kjo zonjë dhuron, për mendimin tim janë perla. Pash disa intervista, ja u këshilloj edhe juve, është vërtet kurioze, kur disa, sepse gjithse kush ecën me hapa gjigant, pra mundohet që të eci me hapa gjigant, sepse u mungon çdo gjë, u mungon jeta e përditshme, u mungon për shembull atyre që punojnë brenda, po flas, ose atyre që punojnë nëpër toka. U mungon atyre që punojnë nëpër toka, u mungojnë shokët dhe shokët për të dalë. Kurse këta që janë nëpër Kurse këta që janë nëpër zyra, u mungon jeta në natyrë. Pra, gjithse kujt i mungon diçka. Mirë po varet se si e përballon tjetër, sepse duhet të kesh pak nga të gjitha. Por, e rëndësishme është që ti ta jetosh jetën, pra mos ta humbas së shkot. Sepse, siç e kemi thënë, ne humbasim shumë kohë të jetës sonë. Do t'ja u them. Le ta fillojmë nga gjumi. Nëse një njeri, siç e kemi thënë, jeton rreth 80 vjeç, duhet të dini që 25 vjet të jetës së tij ai i harxhon në gjumë. Kështu që sa vjet keni jetuar, nuk keni jetuar 80, apo jo? Sepse cila është jeta? Jeta nuk është ajo në gjumë. Jeta është kjo reale. Kështu që nëse keni hequr 25 vite të 80 viteve që e keni kaluar në gjumë, ju ngelen pak, ju ngelen 55 vite. Okay? Dhe në këto 55 vite, ma merr mendja një pjesë nuk e keni kuptuar ende, sepse askush nuk e ka kuptuar. Derisa arrin moshën 5 vjeç nuk kupton asgjë, ndoshta edhe më shumë.
10 vjeç. Pra, në pak kohë që ke, ti nuk e ke kuptuar jetën. Dhe ajo jetë të ka privuar në disa gjëra. Për shembull, si ju thash, 25 vite është kjo. Pastaj merrem me takime. Sa takime bëjmë ne gjatë gjithë jetës? Jeta jonë është vetëm takime, duke lexuar ato shkresat edhe duke bërë takime. Dhe nëse bëni llogarinë e këtyre, është merr. Se unë kam bërë një llogari, të paktën 5 vjet e gjysmë, vetëm të lexosh shkresat, duhen rreth 5 vjet e gjysmë. Normal, nëse njeri nuk ka të bëj me këto, është e vështirë, me fjalë që të thuash 5 vjet. Por një njeri që ka një jetë normale dhe ka kontakte me njerëzit dhe s'ka nevojë për një llogaritar, është i detyruar t'i lexojë vetë. Ato që do t'i lexojë vetë do t'i duhen kohë. Pra, nëse ti lexon 5 faqe apo 6 faqe çdo ditë, ti shikon që me kalimin çdo orë, po thoshe më falni, ti do shikosh që me kalimin se 5 faqe ose 6 faqe i lexon. Lexon sepse ke telefonin në dorë, lexon sepse ke kompjuterin, lexon sepse je rrugës duke lexuar diçka, pra i lexon. Kështu që do të thosha, duhet të them me këtë që koha ikën dhe nëse një pjesë e kemi kaluar në gjumë, një pjesë tjetër si thash, me lexime apo ku ta di unë, një pjesë tjetër duke pirë me shokët nëpër kafene, ose një pjesë tjetër duke menduar. Pra, nëse e mendon, do thotë njëri nga ju, kjo është jeta. Po pra, normal, por ta jetosh jetën sa më mirë, pra pak nga të gjitha, është inteligjencë së pari, sepse të dish ta jetosh jetën është vërtet inteligjencë. Jetën ti nuk mund ta shpërdorosh, askush nuk mund ta shpërdoroj dot, sepse ora ecën gjithmonë përpara, nuk ecën kurrë mbrapa. Kështu që ato orë që ti shpenzon, një orë, për shembull, nëse ti shpenzon një orë në ditë, merr mend sa orë ke gjatë gjithë vitit. Dhe të gjitha orat, të gjitha ato ditët e jetës tënde, po të bësh një llogari, orët kanë kaluar vite në orën që ti ke shpenzuar brenda një dite. Pra, unë mendoj që ajo nisëm që ka bërë Emily të 3 minutave është gjëja më fantastike që mund të kishte bërë një njeri. Dhe se ishte rastësi që pashë, rastësi, duke parë në YouTube disa video, po kjo thashun çfarë bën se pash njëri gjumallin gjye dhe pastaj më erdhi ajo dëshira që ta shija, kur e pash u malligjeva dhe unë, duke dëgjuar 3 minuta, po ta shikoni. Dhe po thoshja është vërtet kurioze sepse gjithsekush nga ne duhet që të ndërgjegjësohet për veten e tij, jo për mua, për secili për veten e tij të ndërgjegjësohet dhe të kuptojë që nuk janë ato 3 minuta që ajo thot, por nëse ti je brenda atyre 3 minutave dhe flet dhe dëgjon atë çka ajo flet dhe ti flet të jetën tënde, atë që ke kaluar, ti do prekësh vetëm gjërat më të rëndësishme të jetës tënde në 3 minuta. Dhe ti në 3 minuta ti ikën gjithë jeta. Mirëpo, kjo sepse ajo të tregon që jeta ime mori fund, mbaroi, aq është, nuk po pres me ditë, thot ajo. Dhe nga ana tjetër ti tregon jetën tënde. Kështu që në pak kohë, në 3 minuta, kështu që është një dilemë vërtet abstrakte dhe absurde, sepse është brenda një kohe të shkurtër, 3 minuta janë 2 kohë të kundërshtare mes njëra tjetrës, por që shkojnë në një drejtim. Është vërtet e çuditshme. Megjithatë, unë ju këshilloj që ta shihni dhe do dëshiroja, siç u thash, një komentin tuaj. Por një koment që ta mendoni, të thellojeni në atë koment, mos jetë i thjeshtë. Do t'ju lutesha. Okej? Hajde, ju faleminderit dhe mos e shpërdoroni kohën për veten tuaj. Për veten tuaj. Aq sa mundeni, pak e nga pak, por sforcohuni që ta shpërdoroni sa më mirë kohën për veten tuaj. Ju përqafoj, ju dua fort. Sinqerisht faleminderit që jemi bërë bashkë. Pres, natë.